sociale dhe rolin paqësor të saj në zhvillimin e tregut, dhe një nga profesor Civici, për sa i përket disa çështje që kam përgatitur për këtë leksion, duke marrë lejen tuaj marr fjalë. Përshëndetje të gjithëve. Tash nuk e di sa, po besoj se shumica janë të familiarizuar me faktin që një muaj më parë, gati në 22 korrik, u bën 80 vjet nga marrëveshja e Bretton Woodsit, e cila krijoi dhe Fondin Monetar, dy institucionet më të rëndësishme, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, dhe bashkë me to edhe GATT-in që më vonë u shndrua në OBT. Kaluan 80 vjet, ka qenë një udhtim i gjatë i këtyre institucioneve të Bretton Woodsit, një udhtim 80 vjeçar i cili ka kaluar nëpërmes transformimit dhe reformave të ndryshme që ata kanë bërë në vetvete si institucione, po ajo që është më e rëndësishme është roli i tyre ndërkombëtar në ekonominë globale për stabilizimin dhe zhvillimin e ekonomisë globale. Natyrisht, mbas 80 vjetësh, duke qenë se marrëveshja e Bretton Woodsit u lidh me pas luftën e dytë botërore dhe përpjekjet për rimëkëmbjen e ekonomisë botërore mbas luftës, me sa duket mbas çdo lufte ka një nismë, ka një diskutim, ka një debat se çfarë do të bëhet me të ardhmen e këtyre institucioneve, dhe debatet që kanë filluar të zhvillohen pas krijimit edhe të një organizmi tjetër ekonomik që është BRICS, që janë bashkuar vende si Kina, India, Rusia, Afrika e Jugut, e me radhë janë mbi 8 shtete dhe 8 të tjerë të aplikuar, kanë nxjerrë dhe sulmin që po i bëhet prej tyre institucioneve ndërkombëtare si FMN, Banka Botërore, por veçanërisht dollarit amerikan, kanë shtruar pyetjen se a do ketë një Bretton Woods të ri, apo do vazhdoj të reformohet. Duke ndjekur zhvillimet në këtë çështje dhe veçanërisht në një çështje shumë thelbësore që 30 vitet e fundit, po veçanërisht mbas krizës së vitit 2008, 2012, mbas krizës së pandemisë dhe tashmë mbas luftës në Ukrainë dhe hapjes konfliktit të madh në lindjen e mesme, një çështje ka qenë në qendër të vëmendjes të debateve, të ekonomistëve, po jo vetëm të tyre, të liderëve të vendeve të ndryshme, që ka qenë çështja dhe thelbësore, raporti i pasurisë individuale dhe i mirëqenies kolektive. Ka qenë një problem shumë i debatuar, i cili ka çuar pastaj në zhvillimin e teorive të mendimit ekonomik dhe, si të thuash, më tepër kanë nxjerrë në pa ekonominë e mirëqenies, e cila tashmë përbën një nga rrymat më të reja, relativisht të reja, të shkencës ekonomike. Duke ndjekur zhvillimet e këtij debati, sidomos të nobelistëve dhe të shkencëtarëve të tjerë, po edhe të liderëve ekonomik dhe institucioneve ndërkombëtare, kam, si të thuash, një lajm të mirë, që shpresoj që të jetë rezultati këtij debati 30 vjeçar që është. FMN-ja më në fund ka kthyer kokën, ka kthyer vëmendjen e saj nga ekonomia e mirëqenies. Pse them ka kthyer kokën? Pse them ka kthyer fytyrën? Unë kam pas rastin të diskutoj dhe të debatoj shumë, kam ndjekur dhe debatet edhe negociatat me FMN-n, edhe në vitet e fundit dhe në vitet në vazhdim, edhe gjatë kohës që kam ushtruar detyrën e ministrit financave, dhe kam kuptuar se kanë qenë një organizëm shumë strikt, shumë fiks, shumë shablon, me skema shumë të ngurta, të cilat
shpesh i lidhin duart qeverive për të bërë veprime të cilat ishin të domosdoshme për zhvillimet ekonomike dhe sociale të vendit. Të një vendi, qoftë edhe për vendin tonë flas konkretisht, se e kam provuar vetë këtë gjë. Dhe tani shohim një kthes të jashtëzakonshme dhe vjen pikërisht e ky debat që thash, te debati për të bërë një raport më të drejtë midis pasurisë individuale dhe mirëqenies kolektive. Dhe kjo vjen nga drejtuesja, nga shefja e FMN-s, Kristalina Gjorgjeva, e cila disa ditë më parë, në një fjalim të saj të mbajtur në Cambridge, theksoi se përballimi i pabarazisë është jetik për të siguruar rritje në shekullin e ardhshëm. Dhe natyrisht, ajo ka shtruar disa probleme, disa çështje të cilat, duke pranuar që janë bërë gabime në këto 100 vjet dhe tashmë, ajo thot 100, po 80 që kur u krijua Fondi Monetar Ndërkombëtar, dhe tashmë duhet jetojmë një realitet të ri dhe Fondi Monetar, me sa duket, duhet të reformohet duke ju të drejtuar më së miri përballimit të pabarazive, që me sa duket është thelluar shumë brenda vendeve, po edhe midis vendeve. Kështu që ajo kërkon nga liderët botëror të marrin përgjegjësinë ndaj brezave të ardhshëm për të ndërtuar një ekonomi ndryshe, një ekonomi më të drejtë, një ekonomi që përballet me transformimet që sjellin ndryshimet klimaterike dhe një ekonomi që t'i përgjigjet më mirë zhvillimeve të teknologjisë, të inteligjencës artificiale, për të arritur një produktivitet të lartë që redukton edhe pabarazitë. Prandaj, thot ajo, ne kemi një detyrim shumë të madh për të korrigjuar gabimet e 100 viteve. Dhe ky konkluzion, sipas saj, ka arritur mbas realizimit të një studimi që ekipet e Fondit Monetar kanë bërë. Unë nuk e vë në dyshim se nuk e diskutoj këtë gjë, po fakti që ky debat ka 30 vjet që është bërë, vazhdon të bëhet, kjo do thotë që edhe këta kanë reflektuar dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që ishte dhe thelbi i diskutimit që unë do zhvilloj sot, kishte të bënte me faktin se cilët janë treguesit kryesor ku duhet të përqendrohemi për të vlerësuar zhvillimin e një vendi. Dorim fanatik ndaj treguesve klasik që janë përdorur deri tani edhe nga institucionet ndërkombëtare, edhe nga ne dhe nga të gjithë, dorim me fanatizëm tek GDP-a, te rritja e produktit të përgjithshëm, dorim fanatik tek ruajtja e inflacionit dhe niveli i papunësisë, apo ka ardhur koha që nivelin e zhvillimit të një vendi ta masim edhe me disa tregues të tjerë, ta masim me tregues të cilët i përgjigjen edhe vlerësojnë edhe zhvillimin ekonomik dhe social të një shoqërie. Duhen analizuar edhe tregues të tjerë, siç është çështja e zhvillimit të shëndetit, të edukimit, të arsimit, të zhvillimit të teknologjisë, të lirive politike dhe të drejtat, të zhvillimit digjital, kulturor, intelektual, apo vetëm rritja ekonomike. Një rritje ekonomike që nuk transformohet në punësim, që nuk transformohet në edukim, që nuk transformohet në shëndetësi, që nuk transformohet në zhvillimin teknologjik, është rritje ekonomike që me të vërtetë i përshtatet një vendi? Këto kanë qenë pyetjet, këto kanë qenë debatet që për 30 vite me radhë janë diskutuar, po veçanërisht 20 vitet e fundit midis institucioneve ndërkombëtare, midis politikanëve, midis shkencëtarëve të ekonomisë, nobelistëve, të cilët edhe në këtë studim që ne kemi bërë, i kemi për bazë teorike dhe i kemi vënë ballë për ballë ata për të ballafaquar mendimet e tyre. Dhe natyrisht në të gjithë këtë histori ka disa ekonomistë që janë vënë përballë njëri tjetrit, ata që kanë mbrojtur deri tani me fanatizëm çështjet që kanë të bëjnë me treguesit kryesor, me GDP-n, me inflacionin dhe papunësinë, dhe ata që duan ta shtrinë më gjerë këtë,
duke marrë gjithë spektrin edhe të anës sociale dhe të zhvillimeve që kanë diktuar këto 30-40 vitet e fundit. Përballë tyre kanë qenë modeli ekonomik i Luis, modeli Harold Domer dhe Rostov, dhe nga ana tjetër kanë qenë Amartya Sen dhe Stiglitz, më i njohur nga të gjithë si një ekonomist i çmimit Nobel që ka përqafuar, ka iniciuar pikërisht këtë që sot më në fund e reflektoi edhe Fondi Monetar në rrugën e transformimit dhe reformimit të tij, atë që duhen konsideruar edhe çështjet sociale. Ka disa punime të tij, është çmimi, është një nga librat e fundit të tij, është çmimi i pabarazisë, është gjithashtu një ese që ai ka publikuar në fillim të këtij viti nga Universiteti Harvardi dhe nga Universiteti Columbus, që është një strategji e re për vendet në zhvillim. Dy janë çështjet. Cilët do të jenë treguesit e rinj që do të përfshihen në vlerësimin e zhvillimit të një vendi, të nivelit të një vendi, dhe e dyta është me çfarë strategjie do arrim, se nuk mjafton që të kesh disa shifra që të thuash GDP është kaq universitete ka një vend, arsimi është ky, teknologjia është kjo, nuk mjaftojnë shifrat. Problemi është si do arrim këto vende që të rrisin këto tregues dhe duke rritur këto tregues të mund të rritin nivelin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të një vendi. Dhe natyrisht edhe në këtë çështje ka diskutime, ka debate, megjithatë kanë filluar që të bëhen vlerësime, qoftë në vende, qoftë edhe në institucione ndërkombëtare. Ka një grup ekonomistësh që mendojnë se mirëqenia e përgjithshme kalon domosdoshmërisht nga individualizimi i njeriu dhe liria e tij në treg. Ka dhe një grup të dytë që e përmenda, që mundohet të argumentojnë se thellimi i pabarazive është prishja e bazës sociale të ekzistencës shoqërore dhe faktori kryesor i ndryshimit të sistemeve. Pra, kemi të bëjmë tani me një problem shumë madhor. Është për herë të parë që një drejtues i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, siç është drejtuesja aktuale, të pranoj që pasuria është përqendruar në pak duar në shumë vende, brenda vendit, dhe në pak vende që janë vendet më të pasura. Është një përfundim i arritur mbas 80 viteve të funksionimit të këtij institucioni që të arrijë në një konkluzion të tillë, dhe kjo është me të vërtetë një rastësi. Vetëm pas Covidit kemi një zhvillim të pabarabartë dhe një rritje të pasurisë të një grupi të pasurish me 10 herë në raport me nivelin e varfërisë i cili ka shtuar, sidomos mbas luftës në Ukrainë dhe mbas luftës në Gaza, ka shtuar po me 10 herë numrin e atyre që jetojnë ekstremisht në varfëri. Dhe pikërisht në këtë moment vjen thirrja që u bëhet liderëve të vendeve dhe pranimi nga ana e këtij institucioni me deklaratën se ne njohim nevojën për të vendosur një matje të re, më të mirë të pasurisë, që shkon përtej produktit të brendshëm bruto tradicional dhe që vlerëson jo vetëm kapitalin e prodhuar, por dhe natyrën, njerëzit dhe strukturën e shoqërisë. Dhe kjo është një thirrje për veprim, në fundit një thirrje që na kthen përsëri te një nga ekonomistët më të mëdhenj, te Keynes, i cili është një ndër dy bashkë me White që bën propozimin e madh marrëveshjen e Bretton Woodsit që të krijojë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, pavarësisht se ideja e tyre nuk u realizua plotësisht dhe nuk arriti që mendimi i tyre të shprehur në këtë mbledhje, por edhe me një ese të famshme të ateshme, që thoshte ne duhet shikojmë mundësitë ekonomike
për nipërit ta. Këtu e ka pas fjalën ekonomisti i shquar britanik te fakti që duhet të mendojmë për një ekonomi që shkon për të gjithë, për një ekonomi më të drejtë. Natyrisht që një ekonomi me drejtë nuk ka ndodhur, duhet të jemi realist, dhe nuk flas për Shqipërinë, flas për gjithë vendet e botës. Treguesit tregojnë që nuk është zhvilluar një ekonomi e drejtë, ka një pabarazi në zhvillimin e shteteve, një pabarazi brenda shteteve, po nga kjo nuk përjashton edhe vendet e Evropës lindore, të cilat e shtuan mbas rënies së murit të Berlinit, këtë endek e thelluan atë më tej. Cilët janë treguesit që duhet të përdorim dhe çfarë duhet të bëjnë tani që ta masim më mirë zhvillimin ekonomik, kënaqësinë ekonomike, lumturinë ekonomike, si mund të kuptojmë që shprehen më mirë ndarja e të mirave materiale midis individit dhe shoqërisë, midis shtresave të ndryshme të shoqërisë, apo si duhet të ndahen më mirë për frym dhe si duhet që të punojnë institucionet pastaj që t'i vënë në zbatim ato dhe kush janë strategjitë që propozohen deri më sot. Natyrisht që ka disa lloj treguesish, nuk është se nuk ka tregues që matim. Ne kemi treguesit e mijëvjeçarit që merret OKB-ja me treguesin e lumturisë, por janë në atë fazë që ende nuk kanë dhënë instrumentat për të arritur në këta tregues. Duke konstatuar ose duke rënë dakord të gjithë në një mendim të përbashkët, në mendimin që duhen disa tregues të tjerë dhe nuk është GDP-ja i vetmi tregues që mat zhvillimin ekonomik, se po të jetë ashtu për shembull, edhe ne nuk jemi keq, 3% çdo vit rritemi, po ka akoma probleme me nivelin e varfërisë, ka akoma probleme në nivelin e zhvillimit, ka probleme akoma në zhvillimin e edukimit dhe shëndetësisë, ka akoma probleme që lidhen me aftësinë për të përfituar zhvillimet teknologjike, digjitale apo të inteligjencës artificiale. Sidoqoftë, vitet e fundit janë zhvilluar një sër treguesish. MNZ është një tregues që quhet Human Development Indicator. Edhe ky është një tregues që është pranuar si protokoll llogaritje nga shumë vende të botës. Ekziston një tregues tjetër që është indeksi i gjelbër i zhvillimit, apo indeksi i mirëqenies së qëndrueshme ekonomike, treguesi i progresit të vërtet, ose i përkthyer fjalë për fjalë është i treguesi i progresit autentik. Ka një avancim në Itali që në vitin 2010 ata kanë një tregues BES, që është Benessere Eque Sostenibile, i cili ka filluar të përllogaritet nga Stati i Italisë, dhe ky tregues përfshin 130 indikator në nivel kombëtar dhe përmbledh 12 dimensione të ndryshme apo fusha të ndryshme. Më konkretisht këto fusha janë shëndeti, edukimi, trajnimi, puna, raporti kohës së punës me kohën e lirë, mirëqenia ekonomike, marrëdhënie shoqërore, politika e institucioneve publike, siguria, mirëqenia objektive, peizazhi, trashëgimia kulturore, mjedisi, zhvillimi teknologjik dhe inovacioni, hulumtimi dhe cilësia e shërbimeve. Kombinimi të gjithë këtyre indikatorëve me indikatorët e zhvillimit ekonomik, të rritjes GDP-s dhe të treguesve tjerë ekonomik dhe financiar, padyshim që jep një vlerësim më të mirë të zhvillimit ekonomik të një vendi. Një nga modelet më të mira sot dhe më të përhapura ekonomike pranojnë se sistemi i rritjes së qëndrueshme është çelësi i të gjithë objektivave deri në vitin 2030 dhe përtej tij. Dhe natyrisht Kombet e Bashkuara janë fokusuar shumë në këtë dhe ata kanë përdorur disa tregues me drejtimet kryesore: pavarfëri, zero uri,
arsim cilësor, barazi gjinore, ujë i pastër dhe shërbime sanitare, energji e përballueshme dhe e pastër, punë dinjitoze dhe rritje ekonomike, industri, inovacion, teknologji dhe infrastrukturë, reduktim të pabarazive, qytete dhe komunitete të qëndrueshme, konsum dhe prodhim përgjithshëm, veprime për klimën, jeta në ujë, jeta në tokë, paqe, drejtësi dhe institucione të forta, partneritet për objektiva. Të gjithë këto tregues që përmenda duhet të jenë në vëmendje tashmë edhe të institucioneve tona të vlerësimit të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit tonë. Pyetja që shtrohet dhe që me sa kuptova nga fjalimi që mbajti edhe drejtuesja drejtoria ekzekutive e Fondit Monetar Ndërkombëtar ditët e fundit, që siç e thash në fillim është një ktesë e madhe për këtë institucion, një ktesë e madhe reformuese, e cila ka ardhur sepse është bërë një studim nga ata ekspertët. Ka ardhur se ata ekspertët janë detyruar që ta bëjnë këtë studim për shkak të debatit 30 vjeçar, apo për shkak të problemeve të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin mbas luftës së Rusisë në Ukrainë, mbas rigrupimeve ekonomike të mëdha që po ndodhin në botë, apo për shkak të fushatës që po bëhet sot për Fondin Monetar Ndërkombëtar se kush do të jetë drejtuesi i jashtëm. Pak dua të abstragoj nga të gjitha këta faktorë. Fakti është që një deklaratë e bërë e tillë nga presidentja e Fondit Monetar Ndërkombëtar ndryshon sensin e përgjithshëm të vështrimit që duhet të kemi për zhvillimin ekonomik të një vendi, duke kthyer fytyrën nga ana sociale. Debatet kanë shuar edhe në strategji, kanë shuar edhe në ide se si mund të arrihet që të zhvillohen këto vende dhe që të kapin këta tregues që përmendim ne tani, të cilët me sa duket do ketë një strategji dhe të institucioneve ndërkombëtare dhe do t'ja u rekomandojnë të gjithë vendeve që tashmë, ndoshta mbas një viti, ndoshta mbas 2 vjetëve, se tashi janë hedhur si ide, kur të vlerësojnë zhvillimin ekonomik të një vendi, mos të thonë që jeni në rregull se keni rritur ekonominë 3% dhe inflacionin e keni 2%, pa çka se numri i nxënësve apo i studentëve ka rënë me 30%, pa çka se i vdekshmëria është kaq, pa çka se lindshmëria është kaq, pa çka se numri i popullsisë ka rënë për 10 vitet e fundit me 500.000, pa çka se e kështu me radhë një sër treguesish. Duke renditur një mori treguesish të tjerë që lidhen me këto zhvillime që thash, padyshim që krijohet një vizion, krijohet një pasqyrë më plot e zhvillimit ekonomik dhe social të një vendi. Georgieva në fjalën e saj përcaktoi dhe i bëri thirrje vendeve edhe një strategji me dy pika kryesore që ishte si të menaxhojmë ndryshimet klimaterike, pra zhvillimin e green ekonomisë, dhe që padyshim kjo është e lidhur pastaj edhe me ekonomitë e reja të tjera, ekonominë blu, ekonominë cirkulare, të cilat kombinohen bashkë për të arritur me të vërtet një zhvillim të ri ekonomik, dhe e dyta, si mund të bëjmë që të përdoret në mënyrë efektive zhvillime teknologjike dhe inteligjenca artificiale. Duke hedhur këto dy shtylla, ajo ka hedhur vizionin për të ardhmen e zhvillimit të vendeve dhe natyrisht dhe të ekonomisë globale, duke mos përjashtuar edhe degët e tjerë. Ndërsa Stiglitz, i cili siç e thash ishte i pari këtu e 25 vjet përpara në një konferencë në Paris që hodhi idenë e treguesve të rinj që duhet matin më cilësisht zhvillimin ekonomik të një vendi, në fillim të këtij viti publikoi një strategji të re për të arritur pikërisht te këta dy tregues. Dhe ai përqendrohet gjithashtu në dy shtylla kryesore, të cilat parafrohen me këtë që Georgieva javë më parë, ditë më parë deklaroi. Shtylla e parë është zhvillimi i ekonomisë së gjelbër. Por pyeta një para ca vitesh një student që ç'a është ekonomia e gjelbër, ai tha të mbjellim sa më shumë pemë.
por në fakt shtylla kryesore e ekonomisë së gjelbër është energjia, dhe ai këtu fikusohet tek energjia e rinovueshme e kështu me radhë. Dhe çështja e dytë është se kush do të jenë sektorët ekonomik që duhet të zhvillohen në të ardhmen me përparësi për të arritur një zhvillim ekonomik më të mirë dhe të qëndrueshëm dhe një punësim më të madh. Dhe ai në këtë rast cilëson shërbimet të cilat thithin më shumë fuqi punëtore. Këtu nuk përjashtohen sektorët e tjerë, nuk përjashtohet industria e madhe, nuk përjashtohet bujqësia, por me zhvillimet e fundit teknologjike dhe të inteligjencës artificiale, një kombinat metalurgjik i tipit që kemi pasur ne që kishte 7.000 punëtor, mund ta bëj gjithat punë që bëj atëherë me 50 punëtor. Dhe 6.950 punëtor dalin pa punë. Kjo po ndodh sot në botë me industritë e mëdha, me teknologjitë e mëdha, të cilat po zvendësojnë fuqinë punëtore me inteligjencën artificiale. Natyrisht, asnjëherë nuk ka për të zvendësuar deri në zero, por fuqi punëtore e lirë del dhe nuk di ku të drejtohet. Dhe mbas Covidit dhe tani mbas ngjarjeve të fundit luftës, po ndodh një ndryshim shumë i madh për të orientuar këto fuqi punëtore në industrinë e shërbimeve, në startupet, në inteligjencën artificiale, në teknologjitë. Po kjo do ndodhi dhe me bujqësinë që ka ndodhur dhe në industri, dhe kjo është eksperienca e vendeve në zhvillim, sepse edhe në bujqësi një ditë automatizimi do arrijë maksimumin, dhe mos harroni që në shumë vende të pazhvilluara 50% e popullsisë jeton në fshat, dhe ajo do dërgjet pastaj në rrugët e papunësisë për të orientuar në punësime të tjera. Pra duke përcaktuar disa tregues të rinj dhe duke përcaktuar një strategji të re të zhvillimit, është e mundur që të shkojmë drejt një ekonomie e cila zvoglon pabarazin dhe zhvillohet një ekonomi më e drejtë. Dhe kjo nuk është një thirrje thjesht për ekonominë globale, por është një thirrje për çdo vend, është një thirrje edhe për vendin tonë. Faleminderit, kush ka ndonjë pyetje mund ta bëj dhe unë jam i gatshëm të përgjigjem. Kush? Përshëndetje i nderuar profesor, përshëndetje të gjithë kolegëve. Unë ju falenderoj për trajtimin mjaft interesant. Mundem të flas, nuk e di se. A dëgjohem? Pyetje, komente, përgjigjet. Doni të ri këtu, doni të ri ulur, ju e dini. Unë jam i gatshëm të dëgjoj. Po, faleminderit. Jo, ju më mirë të rini të ulur, profesor. Në radhë të parë ju falenderoj shumë për temën e përzgjedhur edhe për trajtimin mjaft interesant. Është një çështje tejet e rëndësishme dhe duket se ka marrë një karakter të kryqëzuar në kuptimin që çështjet e ekonomisë sociale kryqëzohen sot me atë që e quajmë drejtësia sociale, pastaj edhe në fusha të tjera të shkencave sociale. Në mënyrë të veçantë, unë e shoh të lidhur shumë ngushtë me atë që e quajmë sot drejtësinë sociale apo zhvillimet sociale në fushën e së drejtës. Prandaj, unë doja të dija nëse ju keni pasur rast ta shikoni me këtë sy, si e trajtojnë këtë lidhje midis ekonomisë në kuptimin social, sikurse e përmendët ju, me masat sociale, ato që ne në drejtësi i quajmë masa pozitive. Sepse ajo që vëre unë është se flasim vazhdimisht për barazinë dhe mos diskriminimin edhe në drejtësi. Por, nga pikpamja formale juridike, ne këtë barazi e realizojmë me formula të ndryshme të shkruara në ligj, dhe madje ligje shumë të mira ku ju mund të mos gjeni shkas për të debatuar apo për të kritikuar ndonjë dispozitë të tij se mund të sjellë pabarazi dhe mos diskriminim. Problemi qëndron pikërisht
tek pabarazitë ekonomike dhe në jetën social shoqërore. Prandaj, mendoj se shkencës i ka ardhur koha që të koordinojmë më mirë me njëri tjetrin. Në qovë se ne zgjidhim njësër çështjesh të pabarazive ekonomike që ju përmendët, natyrisht do të kemi disa arritje, nuk them të rësisht, po, disa arritje të rëndësishme edhe në fushën e barazisë, në kuptimin e parimit kushtetues dhe në kuptimin ligjor të fjalës, apo të parimit të barazisë dhe mos diskriminimit. Shembulli më i thjeshtë është, ne çdo të drejtë e përshkojmë nga ideja e barazisë apo nga parimi i barazisë. Fjala vjen, e drejta për arsim është një drejtë e barabartë për të gjithë qytetarët. Por një nga problemet më të mëdha që ne shohim, nuk është i vetmi, por një nga problemet më të mëdha që ne shohim në mos realizimin faktik të këtij parimi, janë për shembull problemet ekonomike. Solla si shembull për të kuptuar lidhjet e forta që ekzistojnë. Prandaj, pyetja ime qëndron te kjo, sa janë menduar dhe si po ecën shkenca në kuptimin e koordinimit të masave ekonomike për reduktimin, le të themi, paksimin e pabarazive me masat juridike, siç janë masa pozitive, masa të nevojshme, masa të përshtatshme, me qëllim që e gjithë kjo të përkthehet dhe të shërbej në mënyrë të dy anshme apo të shumë anshme. Edhe ligji mund të ketë fuqi ta shpjerë përpara, mund të themi ekonominë, ose të paktën objektivin e ekonomisë sociale, për të pas një ekonomi me pabarazi. Edhe njeriu, faleminderit profesor, pak a shumë unë këto mendime i krijova tani, pata një refleksion gjatë fjalës tuaj, edhe sidoqoftë, nëse keni ndonjë përgjigje tani, unë do kisha shumë kuriozitet. Ju faleminderit. Diskutimi tim nuk ishte diskutim në rregullisht. Ndezësht. Nuk ishte diskutim duke marrë shembullin e një shteti ose të Shqipërisë. Unë mundova të ilustroja me disa shembuj nga Shqipëria, po këtu bëhet fjalë për një debat 30 vjeçar midis ekonomistëve, midis liderëve të shteteve, nga më të ndryshmet, nga më të varfrat, më të pazhvilluara deri më të zhvilluara dhe institucioneve ndërkombëtare, për të arritur në një përfundim që tashmë diçka duhet të ndryshojë. Nuk mund të vazhdohet me mënyrat se si është vazhduar tani për të bërë vlerësimin e zhvillimit ekonomik të një vendi, duke abstrahuar nga tregues shumë të rëndësishëm jetik të mirëqenies, të kënaqësisë që i japin njeriut në jetën e tij. Ky është thelbi i çështjes. Do ndryshojmë apo nuk do ndryshojmë? Dhe po kthehem në një shembull konkret. Kur vjen te Fondi Monetar dhe kur vjen me një tabel përpara dhe thot, GDP-n do ta kesh kaq, ose pa te kaq, hajde ta diskutojmë pse si që është tek. Inflacionin kaq dhe mbaron dhe nuk shikon matan kësaj se sa është efekti i shumë fenomeneve të tjera dhe sa rëndojnë ato mbi kurrizin e qytetarëve dhe si ndikojnë në nivelin e jetesës së tyre, në nivelin e arsimimit të tyre që ju theksuat, apo në nivelin e shëndetit të tyre, apo të kulturës së tyre, e kështu me radhë. Ky është thelbi i çështjes. Thelbi i dytë është si do ta arrijmë këtë gjë. Nëse duam që të vëmë dhe treguesit e tjerë, atëherë duhet të filluar të merren ato që thatë ju disa masa shtesë, të cilat nga shumë qeveri kanë filluar të merren në konsiderat dhe bëjmë përpjekje për ta vlerësuar mirëqenie, nivelin e kënaqësisë që ofron jeta në një qytet, treguesit e tjerë indirekt të lumturisë. Pastaj vendosja e barazisë, e një ekonomie më të drejtë, se thash e barazisë, e një ekonomie të drejtë bëhet edhe me politikat ekonomike dhe sociale, natyrisht edhe me ato politikat që ju thatë kushtetuese ligjore të drejtësisë, nga e cila asnjë shtet nuk vuan, i ka shumë mirë, po asnjë shtet, nuk po them për shtetet më të zhvilluara, po dhe po të flasim për vendin tonë, vuajmë nga pjesa e zbatimit të tyre në praktik. Kështu që unë besoj
që kjo kthes që po shënohet nga institucionet ndërkombëtare, që ka vullën e mendimit të debatit të shkencor ekonomik, është një kthes pozitive e cila duhet të shndrohet tani në një praktik të këtyre institucioneve ndërkombëtare, të qeverive, të udhëheqësve të vendit, të politikbërësve, të ligjvënësve, me qëllim që t'i shndrojnë në veprime konkrete për të ndryshuar modelin ekonomik që shikon vetëm në 2-3 tregus, që pasuron një grusht të vogël njerëzish, apo një grusht shtetesh të pasura, dhe pjesa tjetër e botës, apo e banorëve, apo e qytetarëve, apo e popullsisë brenda një shteti, është e detyruar të jetojë krejt ndryshe nga ta. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Lutem. Po. Si? A do të reflektojmë këto konferenca që ka bërë, ose deklarime që ka bërë shefja ekzekutive e PPD-s në stafin ose në direktivat që kanë të lidhur me buxhetin e shtetit shqiptar. Apo do të rimë përsëri tek strategjia e 30 vjeçare. Ka dy lloj marrëdhëniesh të shtetit dhe të qeveria me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ka një lloj marrëdhënie që është marrëdhënie që bazohet mbi një marrëveshje konkrete me objektiva dhe detyra konkrete. Ka dhe një lloj marrëdhënie që bazohet në artikullin 4 të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët vijnë 2 herë në vit dhe bëjnë vetëm një vlerësim të treguesve. Shqipëria prej 8 vjetësh bën pjesë në versionin e dytë, në versionin që është lidhur me artikullin 4. Kështu që Fondi Monetar Ndërkombëtar vjen, shikon ato treguesit kryesor që përmenda unë, dhe i miraton ose si miraton, bën një deklaratë dhe largohet. Nuk është thjesht kamzhik, siç ka qenë kur ke një marrëveshje konkrete që të vë një matricë përpara dhe duhet i plotësosh. A do reflektohen? Po unë besoj se do reflektohen, se përderisa del shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe thotë ne kemi përgjegjësinë që të bëjmë një kthes të madhe dhe të korrigjojmë gabimet e 100 viteve që kemi bërë, dhe të mos merremi më thjesht dhe vetëm me treguesit kryesor, po të merremi dhe me treguesit e tjerë, kjo do të thotë që do të fillojnë të fokusohen edhe në këtë dhe gradualisht ta shndrojnë atë tashmë në një metodë, në një praktikë dhe në një marrëveshje të re me qeveritë e vendeve, sidomos me vendet në zhvillim. Ka ndonjë pyetje tjetër? Atëherë unë ju falenderoj dhe jap fjalën profesor Civicit që të mos ju marrim shumë kohë për të kaluar tek një temë mjaft interesante që është pjesë e këtyre 2 strategjive që kanë nxjerrë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, po edhe strategjia e ekonomistëve të fundit që ka të bëjë me shfrytëzimin e teknologjisë, të inteligjencës artificiale për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, më të drejtë, dhe që pa një kulturë digjitale dhe pa një kulturë mbi zhvillime teknologjike dhe të inteligjencës artificiale, nuk mund të arrihet dhe kjo kulturë duhet të jetë për të gjithë. Fjala për profesor Civic. Faleminderit profesor, faleminderit për prezencën të gjithëve. Shkak që edhe më shtyu për të trajtuar sot këtë si çështje, ishin 2 element. Së pari, duke ndjekur dhe duke parë ecurinë e hierarkisë së strategjive të zhvillimit ekonomiko-social në vende të ndryshme ose në institucione të ndryshme ndërkombëtare, nga më të rëndësishmet që menaxhojnë sot zhvillimin ekonomik dhe social në nivel global, objektivat dhe strategjitë që kanë lidhje me kulturën digjitale, sidomos në 10-15 vitet e fundit, kanë avancuar jashtëmasin në hierarkinë e këtyre strategjive kryesore të zhvillimit dhe debateve, duke u vendosur në 3 apo 4 strategjitë kryesore bashkë me zhvillimin e qëndrueshëm, bashkë me ekonominë e gjelbërt, me ngrohjen globale apo me ndonjë element tjetër shumë të rëndësishëm në nivel planetar. Çka tregon që fenomeni dhe koncepti i kulturës digjitale gjithnjë më tepër pritet dalë ndoshta edhe në vend të parë në 3 apo 4 vitet e ardhshme,
si një nga sfidat më të mëdha që kanë shoqëritë dhe shtetet sot. Dhe natyrisht, kur bëhet fjalë për strategjitë të këtyre përmasave, natyrisht që nuk mungojnë më mbrapa dhe mënyrën se si konceptohet kjo strategji, përpunimi indikatorëve që e masin apo tregojnë evolimin e saj, dhe pastaj analiza e gjithë politikave nacionale të vendeve ndryshme apo grupe vendesh për të realizuar këto objektive dhe për të përgjigjur kësaj sfide. Dhe diskutimi në një nivel kështu thjesht për kulturën digjitale përfundoi me një dy të njohurit e mi që po çka kultura digjitale ditë përdorosh kompjuterin, po ditë përdorosh celularin, po rregull je. Ne kemi kulturën digjitale. Dhe në fakt, po të shikosh pasaj si do e shikojmë edhe më poshtë, çfarë indikatorësh përdoren, çfarë nënkupton kjo gjë sot, vizioni dhe koncepti është shumë më i gjerë. Dhe në këtë kuadër, munduar që në këtë prezantim të përgjigjemi disa pyetjeve, që fillojnë që nga pyetja e parë, çfarë është kultura digjitale dhe si ndryshon nga kultura artizanale apo ajo që quhet kulturë industriale sot, cilat janë karakteristikat bazë të saj, çfarë e formon ekosistemin e kulturës digjitale, në cilët sektorë efektet e saj janë më të dukshme dhe natyrisht cilat janë sfidat me të cilat ne duhet të përballemi. Në fakt, termi kulturë është term shumë i gjerë që shpeshherë përdoret jo dhe në 100% në funksion të asaj se çfarë përmban, për vetë natyrën e gjerë si ka, por në kuptimin social antropologjik, në fakt interpretohet si tërësia e sjelljeve, njohurive, normave, sistemeve të vlerave, mekanizmave të kontrollit që një shoqëri zbaton në të gjithë përbërësit e saj. Pra, kultura e një shoqërie detyrimisht është e lidhur me 4 elementë. Me kohën, se kur zbatohet ose ndodh, me organizimin politik dhe social të shoqërisë, me sistemet e saj të prodhimit dhe me teknologjitë që ajo përdor. Dhe pikërisht në një kuptim më të gjerë, sa herë që një grupim njerëzve apo grup social e konsiderojmë shoqërinë, kuptimin modern të fjalës, kjo shoqëri nuk kuptohet kur pa kulturën që ka. Dhe natyrisht kultura pastaj ka gjithë elementet e saj. Dhe ajo që është elementi i parë shumë i rëndësishëm sot është fakti që kultura digjitale në kuptimin e gjerë të saj nuk mundet dhe nuk duhet të reduktohet vetëm në një sër nocionesh teknike. Pra që kanë të bëjnë si përdor teknologjinë sot, por duhet kuptuar në gjithë dimensionet e saj që nga kompleksiteti që ka, thellësia që ka, ndërlidhjen e sistemeve dhe format e reja që po menaxhojnë sot botën dhe shoqërinë bashkëkohore. Në këtë kuptim, ajo mund të kuptohet dhe vlerësohet si kulturë digjitale në tërësinë e saj. Dhe natyrisht është shumë e rëndësishme edhe për një fakt tjetër që tregon se ku po shkon shoqëria sot dhe pse ka këto përmasa, sa përveç atyre ndarjeve klasike të epokave të ndryshme, kultura digjitale ka kaluar në një rangun e ndarjes së epokave fundamentale për planetin dhe për shoqërinë njerëzore, thuhet epoka e akullnajave, epoka digjitale. Pra e kaloi atë ndarjen edhe më thjesht, jo mesjeta, jo revolucioni industrial, ose kjo quhet epokë në gjithë kuptimin e gjerë të saj, çka tregon veç tjerave, jo thjesht një modernizim gjuhë ose këndvështrimi, po një ndryshim rrënjësor dhe drastik që po ndodh. Dhe pikërisht elementi i parë është dallimi midis aftësive digjitale dhe kulturës digjitale. Aftësitë digjitale janë grupe njohurish që lejojnë evolucionin afatshkurtër dhe përshtatjen me zhvillimet digjitale hap pas hapi, pra një lloj qasje teknike dhe taktike. Kur flasim për kulturë digjitale, është aftësinë për të adoptuar një vizion shumë afatgjatë, me shtrirje të gjerë perspektive, pra një lloj koncepti dhe vizioni strategjik. Dhe pikërisht aftësitë e sotme digjitale lidhen në radhë parë me softwarein, me gjuhët, me sistemet, me platformat, të cilat janë destinuar që të evolojnë me shpejtësi për shkak të shkallës lartë të inovacionit digjital. Ndërsa kultura digjitale në vetvete
përbën bazën teorike dhe konceptuale që do të krijojnë mundësitë nesër të ndryshojmë me vetdije të plot sisteme digjitale duke lëvizur në një vizion më të gjerë dhe më perspektiv. Ne tashmë jemi në fillimet, siç ishte debati dhe siç është debati për zhvillimin e qëndrueshëm, për mirëqenien, ato që prezantoi profesor Anastasi, i njëjti debat konceptual dhe thelbësor ka filluar të bëhet për raportet e njeriut me teknologjinë. Ku po shkon shoqëria, ku po na çon robotizimi, ku po na çon inteligjenca artificiale, ku po shkojmë me ChatGPT apo me shumë elemente të tjerë. Apo bëhen ne partner tani me robotin apo me gjithë elementet e tjerë të digitalizimit, a mund të vi një ditë që ato të na vendosin kontroll dhe ne mos jemi në gjendje që të përcaktojmë dhe fatin ton, çfarë po prodhojmë. Dhe gjitha këto pyetje janë kuadrin e kësaj fenomeni të ri që po konsolidohet, po evolon, që është kultura digjitale në vetvete. E parë në një këndvështrim pak më historik, kultura digjitale ka të bëjë me, si të i thamë, falni, ka të bëjë me faktin që konsiderohet si një fazë e tretë dhe i përgjigjet dhe organizimit social dhe kulturor që ka njerëzimi dhe shoqëritë e ndryshme. Në kohë më të hershme, qytetërimet vepronin brenda asaj që quhej kultura artizanale, të lidhura me modelin e prodhimit të karakterizuar nga marrëdhëniet ngushta ndërmjet subjekteve shoqërore, ku ajo që është më e rëndësishme, transmetimi i njohurive bëhet nëpërmjet komunikimit gojor dhe shembullit praktik, me mësuesin apo mjeshtrin apo gjithë llojet e tjera që i tregon nxënësit se si bëhet një gjë. Pra me një kontakt direkt, transmetimi një eksperiencë. Me revolucionet industriale, mas fundit të shekullit 18 dhe deri në ditët e sotme, u zhvillua ajo që quhet kultura industriale, që në vetvete është e lidhur me modelin e prodhimit në fabrik, e karakterizuar nga marrëdhëniet hierarkike, ku transmetimi i njohurive formalizohet në formë të shkruar me manuale, udhëzime, procedura dhe strukturohet në mënyrë hierarkike në organizim të zinxhirëve të prodhimit. Kultura digjitale bën një ndryshim të paprecedent të këtij ingranazhi. I referohet prodhimit të informacionit dhe jo gjërave apo sendeve, dhe karakterizohet nga marrëdhënie të decentralizuara ku transmetimi i njohurive bëhet në formën e rrjetit. Për shembull, akoma është vështirë edhe për ne edhe në auditor që të shpjegojmë konceptet e ekonomisë dijes apo prodhimit dijes, prodhimit informacionit si treguesi kryesor i zhvillimit dhe cilësive të këtij zhvillimi ekonomik të çdo vendi. Prodhimi i informacionit dhe ekonomia e dijes në vetvete janë një koncept i ri që po revolucionarizon gjithë mënyrën si mendohet, si veprohet dhe si funksionojnë sistemi. Dhe pikërisht kultura digjitale është ajo që merr përsipër në fakt të shpjegoj, të menaxhoj dhe të përfshi në këtë sistem të madh sjelljet tona të përditshme në varësi të njohurive, informacioneve dhe dijeve që ne kemi në këtë fushë. Nga prodhimi te shumë sektorë të tjerë deri ke argëtimi dhe ke jeta e përditshme. Një element i rëndësishëm kur flitet për karakteristikat e kulturës digjitale është dallimi që duhet bërë midis pjesës sipërfaqësore dhe atij që quhet niveli thellë. Në botën digjitale, gjithçka me të cilën ne bijmë në kontakt nëpërmjet ekranit, kompjuterit, smartphone-it apo elementeve të ngjashëm, nuk ekziston në atë formë që ne e perceptojmë, por është rezultati i një përpunimi logjik formal në kohë reale të shumë të dhënave të vendosura dhe mbivendosura në një nivel shumë më të thellë sepse ajo që duket në ekran ose ajo që ne perceptojmë si diçka kontaktit fizik, me sekuenca që informaticianët dhe matematicianët i kuptojnë mirë, vetëm me 1 dhe 0 si element, por që për syrin dhe një intelektin normal njeriut janë krejtësisht pa kuptueshme dhe vazhdojnë që të ngelen misterioze. Ndërkohë që tashmë gjithë bota jonë
filtri me cilin e veprojmë, kalojmë, mendojmë, bëjmë gjithçka, kalon pikërisht nëpërmjet këtij sistemi kaq të sofistikuar dhe kaq mistik. Dhe elementi që rregullon këtë sistem është pikërisht software-et apo programimet e ndryshme, të cilët menaxhojnë dhe bëjnë që të operojë gjithë bota reale si një botë virtuale. Pra, tashmë sistemin e kontrollit dhe logjikën dhe mënyrën e të menduarit e merr në dorë software-i dhe gjithë këto elementë tjerë. Dhe nuk është thjesht e parë në këndvështrimin fundit ne e programojmë, ne e përgatisim software-in, ne i kërkojmë ç'do duhet të kërkojmë. Tani kemi arritur në një pikë ku shumë software dhe shumë programe vetë veprojnë dhe në një farë mënyre janë sapo vinë dhe po bëhen më të pavarur në mënyrën se si operojnë dhe çfarë na ofrojnë apo çfarë do bëjmë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që elementi që bazohet ke software-i është bërë elementi kryesor i komunikimit dhe ndërveprimit që ne kemi sot. Gjithnjë më pak ka komunikim dhe ndërveprim direkt, gjithnjë më shumë ka komunikim dhe ndërveprim nëpërmjet software-ve dhe programimit. Pikërisht në këtë, për këtë arsye, edhe sistemet arsimore, edhe sistemet, po themi të logjike, dhe sistemet e formimit kanë filluar dhe po ndryshojnë. Jo rastësisht, po të shikosh të gjithë programet e sotme, që nga klasat më të ulta deri në nivelet më të larta, gjithnjë më shumë po zë vend elementi kodimit. Brezat e ri përgatiten me logjikën e kodimit dhe kodifikimit. Dhe kjo nuk bëhet sepse njerëzit duhen përgatitur të gjithë që të bëhen informaticien. Po sepse elementi i kodimit është elementi bazë i funksionimit shoqërisë, teknologjisë, komunikimit dhe gjithë vendimarrjes që ne marrim sot. Është e njëjta logjikë shpesh herë kur ishim në shkollë, sidomos vitet e para, ose 8 vjeçar, ose gjimnaz, thosh, ç'më duhet mua matematika sikur do bëhem unë matematicien. Ç'më duhet mua kimia sikur do bëhem unë kimist. Çdo gjë e lidhni me faktin pse ta bëj kaq shumë letërsi nuk do bëhem shkrimtar. Në fakt, qëllimi i formimit kulturor të brezave është marrja e gjithë elementeve kryesorë mbi të cilat funksionon shoqëria, arsyetimi, logjika që ti të përfshihesh në atë kulturë zhvillimi që është dominuese në atë periudhë. Kultura e sotme që po bëhet dominuese dhe po shtrihet kudo është kultura digjitale. Dhe natyrisht kjo kulturë digjitale kërkon dhe përgatitjen e logjikës dhe mënyrës së funksionimit nëpërmjet kodifikimit që po bëhet mënyra kryesore që ne ndajmë çdo gjë me njëri tjetrin në shumë aspekte. Një element që është shumë i rëndësishëm, që ka të bëjë me, se nuk duhet të zgjidhem me algoritmet, ka të bëjë pikërisht me faktin e asaj që quhet logjika e bazës së dhënave. Sot, në epokën digjitale, big data ose logjika e bazës së dhënave është bërë kryesore. Dhe të dhënat nga një grumbull i thjeshtë, po i quajmë statistikor, janë kthyer në një forcë lëvizëse, në një vlerë reale të shtuar për mënyrën se si përdoren dhe si përpunohen. Dhe pikërisht midis nesh, shoqërisë dhe këtyre miliarda e miliarda të dhënave shpeshherë individuale, futet elementi kryesor i kulturës digjitale, që janë algoritmet dhe gjithë format e përpunimit, nga një realitet i shpërndar fizik dhe në shumë element, ne përpunojmë dhe nxjerrim disa të dhëna, prodhojmë dije, prodhojmë informacione, të cilat janë një vlerë e vërtet në mënyrën si funksionon shoqëria moderne, po dhe si zhvillohet dhe krijon vlerë të shtuar. Dhe pikërisht kjo është dhe një nga elementet kryesorë të kulturës digjitale. Tani këtu nuk po zgjatem shumë te elementet teknik, po elementi i fundit që është shumë i rëndësishëm është ndryshimi i konceptit të hapësirës edhe kohës. Faktikisht, sa më digjitale bëhet shoqëria, sa më tepër gjithçka ndërtohet mbi bazën e flukseve të informacionit dhe kontakteve jashtë kohës dhe jashtë hapësirës, në sensin
ti komunikon gjithë botën, komunikon me gjithçka, lidhesh me një gjë tjetër nëpërmjet gjithë sistemeve të komunikimit, dhe kjo ka ndryshuar edhe mënyrën e vet formatimit dhe funksionimit të personalitetit njerëzor, karakterit njeriut, po dhe mënyrës se si identifikohet dhe si funksionon shoqëria. Më konkretisht, sidomos mas pandemisë COVID-19, për arsye që tashmë dihen, procesi i kulturës digjitale dhe i funksionimit digital shoqërive mori një hop akoma dhe më të madh siç e kishte përpara. Dhe në fakt sot mund gjesh kudo element të kësaj kulture në fushën administrative, në fushën e shëndetësisë, fushën e tregtisë, fushën kulturore, fushën e sportit, gjithkund dhe kudo, po funksionon një mënyrë e re e funksionimit shoqërisë, një mënyrë e re të menduarit, vepruarit, marrje vendimesh dhe raporti me informacionin që ne kemi. Konkretisht, disa nga elementet kryesor për të kuptuar që nuk është thjesht një diçka fluide ose e ndërtuar thjesht me çfarë po ndodh me teknologjinë, por si po revolucionarizon gjithë themelet bazë të funksionimit deri tanishëm të shoqërisë, ekonomisë, financave dhe gjithçka tjetër që bëjmë, që në sistemi legjislativ rregullator, problemet që lidhen me privatësinë dhe mbajtjen e dhënave sensitive, aktivitete online përdoruesve, deri ke profilizimi tyre dhe gjithë përdorimet që po bëhen sot, që nga Cambridge Analytica që besoj e di në historinë dhe deri gjithë zhvillimet e sotme si mund përdoren këto lloj të dhënash për të arritur në konkluzionet e vendimmarrje nga më të rëndësishmet me gjithë pikpyetjet e mëdha dhe problemet që ato kanë. Sektori bankar dhe financiar natyrisht është ka sektorët që po evoluon më me shpejtësi, që nga elementet më të thjeshtë në ato po themi robotët që tani shumicën e rasteve zëvendësojnë kontaktet me front office o back office o me radhë me bankën, deri ke gjithë mënyrat e funksionimit të sistemit bankar, ndryshe komplet nga sistemi klasik, që nga bankat e reja, e shumë monedha digjitale dhe shumë element tjerë, është një nga sektorët që ka nga revolucionin më të madh në funksionimin dhe në konceptimin e tij. Po kështu sektori i prodhimit industrial, tashmë me shumë element që ne të gjithë i përmendim gjithkohës, që nga fillimi i procesit deri ke realizimi i produktit, gjithçka bëhet në kuadrin digital. Revolucionin 4.0 jemi në një proces intensiv, po tani ka filluar të flitet goxha dhe për revolucionin 5.0, pra industria 4.0, universitetet 4.0 dhe me radhë gjithë elementet e tjerë. Sektori tregtar, natyrisht shitje dhe blerjet online tashmë konsiderojnë gjëja më e zakonshme, por kur flasim për digitalizim dhe kulturë digjitale të sektorit, ka shumë elemente të tjerë, mënyra si bëhen kontakt dhe marrëdhëniet me klientët, si bëhet shpërndarja, transmetimi dhe shumë elementë tjerë që sidomos marketingu i ka pafund. Sektori i administrimit, që nga administrimi qeveritar, publik deri në nivelet më të ulta, sot e-governance ose shumë elementë tjerë kanë filluar që të bëhen të zakonshme, për sa i përket mënyrës se si funksionojnë, deri ke krijimi i identitetit digital, që në një farë mënyrë është avatari jon digital për mënyrën se si është organizuar qeverisja, vendimmarrja administrative në këtë nivel. Sektori i shëndetësisë po evoluon për ditë, edhe mjeku digital është bërë një element i jetës përditshme, telemjekësia dhe shumë elemente të tjerë, kontakti fizik s'ka më rëndësi, ai koncepti që akoma ne kemi sot i mjekut me stetoskop që vjen dhe të matë, po ma temperaturën ose duhet bësh analizat për diçka, sa po vjen dhe po zhduket aplikimet janë pa fund, po është e pamundur që të hysh në detaje për aplikimet, por është sektori që po transformohet rrjedhësisht. Dhe pa u zgjatur këtë tjerat, kur themi po transformohet rrjedhësisht, si do të shikojmë më mbrapa, sfida më e madhe është si përgjigjet një shoqëri e caktuar
me sistemin e saj arsimor, me sistemin e saj edukativ, me sistemin e saj kërkimor shkencor, kësaj tendence për të qenë me ritmin dhe me lartësinë që kërkon momenti që të mos ngelesh mbrapa, të ngelesh pa zhvilluar dhe mos jesh gjendje të integrohesh në gjithë këtë proces. Nëse po kaloj në një diçka më konkrete, për sa i përket kulturës digjitale, konkluzioni i sotëm është që sidomos brezat e rinj janë akoma të trajnuar dobët për këtë proces, por më shqetësuese është kultura e brezave 40-45 vjeç e lartë, të cilët kanë akoma dhe më shumë vështirësi për të integruar në elemente të gjithë kulturës digjitale. Dhe po marr vetëm një shembull, në një raport që bëhet te Bashkimi Evropian, për sa i përket vështirësisë apo lehtësisë të punësimeve të reja në administratë, biznes, kudo, rezultonte që mas moshës 45 dhe 50 vjeç reduktohej shumë marrja në punë apo ngritja në përgjegjësi. Dhe në pamje të parë mund duket se po ja janë fillon një moshë afër kështu e kështu. Jo, shpjegimi vetëm ishte që rezistenca ndaj kulturës digjitale dhe aftësia për të përshtatur me kulturën digjitale ishte e reduktuar, që konsideroj si një nga elementet më negativ për sa i përket çfarë po ndodh dhe ku po shkohet sot. Bashkimi Evropian që ka një strategji shumë të plot, që ndjek rregullisht prej vitesh për sa i përket kulturës digjitale, përdor 5 elemente ose indikator për ta matur dhe për të vlerësuar vendet e veçanta. E para është gjendja e konektivitetit, pra e lidhjes, edhe kapaciteti dhe cilësia e lidhjes dhe mbulimi me radhë 3G, 4G dhe gjithçka çapo bëhet tani me 5G ose ushtria e internetit, fuqia e internetit, cilësia e internetit dhe gjithçka tjetër. Elementi i dytë ka të bëjë me kapitalin njerëzor, që vlerëson nivelin e aftësive digjitale të qytetarëve, si përdorues zakonshëm interneti, po dhe ekspertët që kanë një diplomë apo janë specializuar në fushën e IT-s. Dhe faktikisht këtu në ato 9 indikatorët, për shembull, tregohen edhe në strukturat universitare të gjithë vendeve të BE-s dhe krahasuar me vendeve të tjera, çfarë përqindje zën të diplomuarit në informatik, po edhe në shkencat e natyrës, po edhe në inxhinierit, me këto elemente që përdoren shumë teknologji edhe gjithë elementet digital në raport me gjithë degët e tjera. Rezulton për shembull që në Shtetet e Bashkuara po dhe në Europë lëviz nga 60 deri në 75% numri të diplomuarve dhe të formuarve në këto degë. Parë në Shqipëri është krejt e kundërta, 75%, 60, 75% janë shkenca sociale, e lloj-lloj gjëra të tjera. Pjesa e informatikës është më pak se 3% në sistemin tonë arsimor, pa hyrë dhe pastaj ke degët e tjera. Dhe kjo konsiderohet një tregues që si shoqëritë dhe në strategjitë e tyre po i përgjigjen gjithë kësaj fryme dhe kësaj mënyre të funksionuarit të gjithçkaje bazuar në kulturën digjitale. Elementi i tretë ka të bëjë me përdorimin e internetit nga qytetarët, ku përfshihet sa qytetarë janë të lidhur me internetin, të paktën një herë në ditë, dhe si përdorin shërbime ndryshme nga interneti, jo thjesht Facebookun apo rrjetet e tjera sociale që zën ditën, po sa interneti është element në funksionimin e gjithë nevojave të përditshme që ka njeri, blerje, shitje, marrje informacioni cilësor dhe shumë gjëra të tjera. Shkalla e digitalizimit bizneseve, që kjo është një, kush ka ekonomistë e kuptojnë më mirë, futet kudo në çdo vend, që fatkeqësisht do ta shikojmë më poshtë, ne jemi në nivele shumë të ulta akoma, që bizneset ta përdorin kompetencat digjitale konkretisht kudo në gjithë elementet që ato funksionojnë. Dhe së pesti shërbimet publike online, sa përqind e shërbimet publike mund të merren online pa pas nevojë për kontakt fizik ose për sportel fizik. Në indeksin
e 2022 që ka dalë në janar 2024 për Bashkimin Evropian, renditen vendet e gjithë Bashkimit Evropian se si paraqiten në raport me ekonominë digjitale dhe kulturën digjitale. Në mes është mesatarja. Në fakt dominojnë vendet si Finlanda, Danimarka, Hollanda, Suedia, që ato 4 tregues që unë përmenda që janë me 4 ngjyrat e ndryshme i kanë shumë të larta. Në vendet e fundit është Rumania, Bullgaria, Greqia apo në një vend tjetër. Por po ta shikojmë pak më konkretisht, në të njëjtin raport bëhet edhe një analizë e hollësishme edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe pastaj për çdo vend në veçanti, po që do kërkonte shumë e shumë kohë dhe shumë tabela të tjera. Po të shikojmë vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor, si përqindje në raport me gjithë popullsinë për ato tregues që unë përmenda, pra kapitalin njerëzor, konektivitetin, integrimin e teknologjisë digjitale, shërbime publike digjitale, në fakt në bazë mesatares së Ballkanit Perëndimor, Shqipëria është pak a shumë brenda afër mesatares. Më përpara Shqipërisë si tregues është Serbia edhe Malizi, ndërsa po t'i krahasosh pastaj me mesataren e dhe Bashkimit Evropian, kuptohet që në shumë tregues jemi nën 50% të mesatares Bashkimit Evropian, për mënyrë të veçantë këto 4 element, por secili nga këto element është si puna e indeksit zhvillimit njerëzor që përmendi profesori, që ka rreth 34 nën indikator që masin në të gjitha detajet. Dhe për ta mbyllur, pse është e rëndësishme që të jetë kjo tablo, se në fakt kultura digjitale nuk është thjesht një këndvështrim nga jashtë ose një kënaqësi që si po përdoret celulari, si po zgjerohet interneti apo po përdoren më shumë kompjuterat, po ka të bëjë me gjithë elementet e tjerë që futen në çdo fushë të ekonomisë, të shoqërisë, të qeverisjes, të politikës dhe me radhë, që përcaktojnë sot mënyrën se si po ecën dhe si ndërvepron dhe vepron bota jonë sot. Kjo është arsyeja pse kultura digjitale duhet zbërthyer në këto indikator, duhet matur saktësisht, që fatkeqësisht një pjesë Instati akoma nuk e mat dot në Shqipëri, se nuk e ka pjesë, dhe pastaj duhet ndërtuar një sër strategjish që kjo kulturë sa të vite të avancoj për të kthyer, po themi, që lor ushtarak ata armën që duhet nevojshme që të jesh më eficient dhe më efikas për zhvillimin. Faleminderit. Faleminderit profesor Cevici. Kush ka ndonjë koment ose ndonjë pyetje mund ta bëj? Po. Pasigurive që ne kemi për raportin që njeriu me teknologjinë, jo vetëm thjesht duhet të sociale, që ne ka pasur posibilitet vetëm, por ndërtimi ekonomik që pak të pas me kartë. Problemi kryesor mendoj që kam zërin e lartë, flas pa mikrofon. Problemi kryesor mendoj që vjen tek raporti me pabarazinë që do shkaktojë teknologjia. Sot gjithë klubi i miliarderëve përbëhet pikërisht nga persona që janë zotëruesit e teknologjisë. Edhe në atë kuptim pra që tha pak Civici më përpara që ndryshimi është fundamental, aq sa dhe kalendari s'do jetë më para Krishtit dhe mbas Krishtit, por para Bill Gatesit dhe mbas Bill Gatesit me siguri. Rreziku që shkakton revolucioni teknologjik në rritjen e pabarazive është rreziku më eminent. Ciro Varoufakis thoshte që mund shkojmë drejt një shoqërie të teknofeudalizmit. Pra ashtu siç ishte në epokën feudale ku borgjestët, pronarët e tokave zotronin ekonominë dhe shoqërinë, po vim në një sistem tjetër ku pronarët e teknologjisë do të zotrojnë gjithashtu gjithçka. Kështu që në kuptimin e pabarazive mendoj që implikimi që ka teknologjia, në veçanti digitalizimin përgjithësisht si koncept, është një nga rrezikët serioze. Kështu që problemi i parë dhe fondamental është
kush do ta përcaktoj agjendën kërkimore, sepse ai që përcakton agjendën kërkimore, ai vendos dhe drejtimet e teknologjisë. Keynesi ishte i pari që tha, ose shpiku dhe termin e papunësisë teknologjike. Fatmirësisht, deri më sot nuk u provua rreziku i papunësisë teknologjike. Pse? Sepse drejtimi i kërkimit dhe i fokusit teknologjisë ishte ndërtimi i teknologjie që është komplementare njerëzore. Pra fokusi i teknologjisë ishte të lehtësoj punën e njeriu. Ndërkohë që fokusi tani të paktën i teknologjisë është që teknologjia përmirëson njeriu. Dhe nëse drejtimi i arshëm i kërkimit shkencor në fushën e teknologjisë do të jetë pikërisht në këto linja, pra si të zëvendësojmë punën e njeriu, atëherë rreziku mbetet realisht shumë serioz. Kështu që në këtë kuptim mendoj që kjo është qasja e parë, ndërsa në raportet me prezantimin që bëri profesor Angjeli, ka dy lloj pabarazish. Pabarazia e parë është pabarazia që prodhohet nga procese të rregullta ekonomike. Pra, siç është kjo pabarazia e teknologjisë, pra mendja njerëzore, kreativiteti i jep disave të fitojnë shumë më tepër se sa të tjerë. Por ka dhe një pabarazi tjetër që është pabarazia që buron nga procese ekonomike jo kompetitive. Dhe unë mendoj që kjo është shqetësim melor për shoqërinë shqiptare. Pra, një lloj pabarazie që buron nga procese ekonomike jo kompetitive, individ që pasurohen nga lidhje politike, individ që pasurohen nga akaparimi i burimeve natyrore të vendit, që burojnë nga le të themi marrja e tenderave në mënyrë jo të rregullt, jo konkurruese kështu me radhë. Dhe kjo lloj pabarazie është e patolerueshme nga çdo lloj shoqërie dhe mendoj nga çdo lloj bindje ideologjike, qoftë nga ideologjitë e djatha, qoftë nga ideologjitë e majta. Ndërsa që me curin si burim kreativitetit të individit, ndoshta mund të jetë një çështje që duhet diferencuar. Në këtë kuptim unë mendoj që roli i akademisë duhet të jetë çik më konkret, në kuptimin që ne duhet të fillojmë ta gërmojmë dhe ta hulumtojmë këtë tezë në mënyrë që realisht të ndihmojmë politikë bërjen në mënyrë që pabarazit, si thuaç, të vendosen në kontroll. Ju falenderoj. Moment të vogël lidhur me atë që thatë se si teknologjia, për arsye se një grusht miliarderësh janë ata që kanë edhe biznesin e teknologjisë. Dhe kur fola për një ndryshim të madh, për një kthes të madhe edhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk flas thjesht për fondin, flas thjesht për mesazhin që ata i drejtuan liderëve politik të gjithë vendeve të botës, që në fundit brenda tyre janë edhe këta që zotrojnë teknologjitë e zhvilluara. Dhe mendoj që është një ndryshim i madh fakti që thirrja që ajo bën që liderët botror kanë përgjegjësinë ndaj brezave të ardhshëm për të ndërtuar një ekonomi që arrin të zgjidhë problemin e ngrohjes globale nga njëra anë, por për ta përdorur teknologjinë dhe inteligjencën artificiale në mënyrë të përgjegjshme për të reduktuar nivelet e larta të pabarazisë, lidhet pikërisht me atë koment që ju bët që kush dhe si do ta përdorin teknologjinë. Sa i përket pjesës tjetër pastaj të pabarazisë, që kaluat në një terren konkret duke marrë shembullin të vendi jonë, që kush i përfiton tenderat, kush nuk i përfiton, nuk besoj se është thjesht çështje e Akademisë së Shkencave që të bëjë analizën e punës së qeverive. Akademia e Shkencave dhe ne si komision kemi përgjegjësinë që të analizojmë fenomenin. Nëse ky fenomen buron jo nga zbatimi i ligjshmërisë, jo nga zbatimi i ligjshmërisë si legjislacion, po dhe nga ligjshmëritë ekonomike, atëherë këtu ne duhet të japim alternativën tonë se si mund të zgjidhet ndryshe. Faleminderit, në një koment tjetër. Faleminderit për pjesëmarrjen, për të qenurit aktiv, me thirrjen që po afrojmë në përgatitjen e programit për vitin e ardhshëm, i ftoj dhe kolegët e tjerë që të propozojnë tema më interesante për t'i servirur gjatë vitit të ardhshëm, duke zbatuar dhe atë pjesë që na ka mbetur.